Unë do të bëj shkurt fare, të nderuar pjesëmarrës, të nderuar organizatorë të këtij simpoziumi. Sot jemi mbledhur për të kujtuar ngjarje mjaft të rëndësishme për kombin ton, luftën për mbrojtjen e qytetit të Shkodrës, e cila u zhvillua nga tetori i vitit 12 deri në prill të vitit 1913. Luftë e cila nuk do të harrohet kurrë nga kujtesa e popullit ton. Ishte një kohë mjaft e vështirë për Shqipërinë, ku ajo po mundohej që të ishte e pavarur dhe të krijonte shtetin e saj. U sulmuan nga armiqt serbo-malazez, të cilët rrethuan qytetin e Shkodrës. Për të mbrojtur qytetin e Shkodrës, krahas popullit të Shkodrës u dha kushtimi në gjithë Shqipërinë për rrezikun e madh që i kanosë Shqipërisë e kombit ton. Prandaj në atë luftë të madhe heroike, përveç burrë dhe djemët nga Shkodra morën pjesë edhe shumë luftëtarë nga Shqipëria e Mesme dhe nga Kavaja Rogozhina e nga rrethinat e tyre. Ata lanë familjet e tyre, tokët e tyre, jetën e tyre të përditshme e u nisën drejt betejës, drejt kësaj lufte për të mbrojtur Shqipërinë. Edhe nga Rogozhina morën pjesë shumë luftëtarë, të cilët një pjesë e tyre u kthyen, por disa ranë dëshmorë duke dhënë jetën e tyre për mbrojtjen e vendit. Këta luftëtarë, si Arif Abdullah Gjata, Fezullah Hasan Gjata nga fshati Rostej, Arif Daka nga fshati Koçaj, Shaban Ymer Thartori nga fshati Thartor, Velid Dushku nga fshati Azdushk, Rizat Dalip Kaplani, Isabet Selisufi nga fshati Sinaballaj, Baram Ismail Alidi nga fshati Damarkaj, Abbas Hoxha, Elmas Samigjini e Murat Samigjini nga Rogozhina, ranë dëshmorë dhe gjakun e jetën e tyre e lanë amanet për ne. Sot për ullim e milionë para kujtimit të tyre, ata na mësojnë se liria nuk dhurohet, përfitohet me gjak e sakrifica. Ata na thërrasin që të jemi gjithmonë të bashkuar, ta duam vendin ton dhe të punojmë që Shqipëria ta jetë sa më fort dhe me tepër brezat që do të vinë. Lavdit për jeshme të dëshmorëve të luftës së Shkodrës, nderim të madh bijve të Kavajës dhe të Rogozhinës dhe gjithë Shqipërisë që dhanë jetën për mbrojtjen e vendit ton. Falenderojmë grupin nismëtar për këtë ngjarje të madhe. Falenderojmë për organizatorin e këtij simpoziumi, zotin Nexhmia Verigu. Faleminderit.